Kryebashkiaku i arrestuar I Tiranës, Erion Veliaj, vijon zvarritjen e gjyqeve duke përdorur çdo skem dhe makinacion të mundshëm. Me 10 seanca të shtyra me skenar të ndryshëm, Erion Veliaj është frikacaku që ka frikë të përballet me drejtësinë. Dosja e tij voluminoze ka shkuar që prej korrikut në gjykat dhe Erion Veliaj prej 10 muajsh vijon sagën e shtyrjes së seancave. 13 akuza për 5 vepra të rënda, 9 herë korrupsion, shpërdorim detyre, pastrim të produkteve të veprës penale, fshehje pasurie, futje të sendeve të ndaluara në qeli, rëndojnë mbi kryebashkiakun Erion Veliaj. Mbi 60.000 faqe që faktojnë me prova akuzat ndaj kryebashkiakut që ka përdorur detyrën, fondet e bashkisë, për të pasuruar veten dhe familjarët e tij. Gjatë kësaj periudhe, Veliaj ka përdorur çdo lloj makinacioni, nga ndryshimi I avokatëve, te sulmet apo paditë ndaj prokurorëve dhe vendimeve të tyre në gjykata të ndryshme. Nga biruca e burgut të Durrësit, vijon të përdor ende sulmet mediatike, duke vënë në shërbim gazetarin e familjes së tij, Mero Bazen, dhe të tjera media të paguara nga ai dhe vllai I tij për të sulmuar e shantazhuar prokurorët dhe gjyqtarët që janë marrë me dosjen e tij. Sulmet arrin deri në SBA, me raporte të mbushura me mashtrime dhe studio ligjore lobiste që paguajnë qindra mijëra dollar për të dorëzuar këto raporte të mbushura me gënjeshtra të zbardhura, njëra pas tjetrës, me artikuj të ndryshëm të sponsorizuar në media të huaja, nga të tretë që shprehin rezerva për drejtësi në Shqipëri, me skenar duke ndryshuar avokatët, për të përfunduar duke u mbrojtur nga një avokat I marrë I pandehur nga Spaku, si Plarent Ndreca. Tashmë, Veliaj po përdor edhe vartësit e tij në krye të burgjeve për të bërë pjesë e skenareve të zvarritjes së proceseve gjyqësore. Të gjitha përpolitjet e Veliajit kundër drejtësisë tregojnë se është një frikacak, se nuk është mjaftueshëm burr për të shkuar para drejtësisë, për të përballur me faktet dhe provat që kanë gjetur prokurorët mbi të cilat janë ngritur 13 akuzat e rënda.